Rrëfim shpirti. Autore Albina Cejka. Lexon vetë autoria. Të flas. Prozë poetike. Të flas, sepse çfarë më ka mbetur tjetër? Cila pjesë e shpirtit tim do të merrte frymë nëse unë do të heshtja? Cila grimcë e jetës time do të qëndronte e gjallë nëse nuk do të vendosja t'i jap çdo dhimbjes, dashurisë, frikës, lutjes, humbjes, e mbi të gjitha ty. Të flas, ndërsa brenda meje ka një stuhi që nuk pushon kur. Të flas, ndërsa nata më merr për dore e më spret ngadalë në për shkallët e frikës time më të vjetër. Të flas, ndërsa zemra ime rre në ritme që as mjekët nuk do t'i kuptonin. Sepse ajo rre me trembje, me kujtime, me lutje, me dëshirë, me këmbgulljen e marrë të dikujt që nuk dorëzohet para asgjëje përveç teje. A buzëqeshjet e mia, sa të rrema janë bërë ndonjëherë. Sa shumë herë i kam veshur për të mos goditur, për të mos të shtuar peshën që ke në shpirt. Unë qesh, ti mendon se jam mirë, për brenda meje rrëzohet një botë e tërë. Një botë që ka një emër në themeret e saj. Ti. Të flas me heshtje. Heshtja ime është ullëritja pas zën. Është një natë që tërhiqet si baticë, duke marrë me vete çdo copë shprese, çdo copë guximi. Në heshtjen time ka një dorë që kërkon tënde. Në heshtjen time ka një emër që sa them dot me zë, sepse me trillet buzët. Në heshtjen time ka një pyetje që asnjëherë nuk e them. A do të ndryshosh? A do të qëndrosh? Të flas me shpirt, në ato pjesë të brendshme të zhveshur, të plagosur, të zhytur në mjegull. Shpirti im është një fushë betejë ku engjëjt e tu dhe demonet luftojnë çdo ditë. Dhe unë jam e lodhur, por nuk jam dorëzuar. Sepse në fund të çdo betejë unë flas sërish, të dua edhe sot, edhe kështu si që i ka të ndisur. Mbi ka të ndisjen tënde me të hidhët sëri. Mos mendo se jam e dobët, jo. Zëri im drillet sepse mban peshën e të së vërtetës. Peshën e gjithë asaj që nuk të kam thënë dot kur, ashtu si që duhet. Gjithë gabimet, gjithë plagë, gjithë të pathënët janë bërë gur i rënd në gjuhën time. Dhe unë dridhem kur përpiqem të nxjerr fjalët që meriton gabimi yt. E lus Zotin, e lus me një thirrje që nuk e dëgjon askush tjetër në këtë botë. E lus
të mos me heq dritë në syve të tu. E los të në ruaj nga terri i botës, nga djallëzit e jashme të brendshme. Lutja ime nuk është fetare, është eksistenciale, sepse ti nuk je për mua thjesht njeri, je arsyeja vërtet të jetës. Ndaj të flas me Lot. Lotët e mi nuk janë dobësi, janë shpirtin që shkrihet për të mos shpërthyer. Janë ujë që lag plaket tona dhe përpiqet t'i shëroj. Me çdo lot, dua të qep fijet e grisura midis nesh. Lotët e mi janë fjalë që nuk arriti them me zë. Mos shko, mos hum në botën tënde pa kthim. Mos na le të vdesim, na mbaj gjallë. Të përqafuj me trupin tim që dridhet. Dridhet nga frika, dridhet nga dashuria, dridhet nga një ndjenjë që është shumë më e madhe se unë. Dridhet nga mundësia humbjes sate. Një humbje që nuk e përballoj dot jo si njeri, jo si shpirt, jo si qenie. Sepse unë, nëse të humbas ty, nuk është se humbas ti kë. Unë humbas gjithçka. Të flas me të gjitha mënyrat që ekzistojnë, me fjalë që digjen, me fjalë që dridhen, me fjalë që kërkojnë dritë, me fjalë që kanë shije gjaku. Të flas edhe kur ikën, edhe kur mbyll derën, edhe kur nuk them kokën pas. Sepse dashuria ime nuk është një dritë që ndizet vetëm kur ti je aty. Ajo është gjithmonë ndezur, edhe kur mbetem vetëm në hijet. Të flas edhe kur zemra ime është bërë cop-cop, copësa të vogla, që i mbledh një nga një, si kur të ishin thërrime qelqi, në një dushime të ftohtë. Dhe çdo copë, sa i vogël, sa i mprejt qoftë, ka emrin tënd. Unë i mbledh, i përplas të kraharurin. Përpiqem t'i ngjis, sepse pa ty zemra ime nuk do të marrë me formë. Të flas me sy, sepse sytë nuk gënjej, sepse sytë janë vargjet që nuk kam mundur t'i shkruaj. Nëse dikur mbyllën për gjithmonë, dua t'i mbyll duke të parë ty. Dua që imazhi të jetë gjëja e fundit që shpirti i mban. Sepse sytë kur fiken, dashuria nuk shuhet. Ajo vetëm ndryshon dimension. Ti je esenca universit tim. Ti je qendra e gravitetit tim. Rreth teje sillet çdo frikë, çdo lutje, çdo thyrje dhe çdo rishërim që kam. Ti je drita që më tërheq nga humbësia. Je stuhia që më trondit. Je fillimi dhe fundi një bote që ekziston vetëm kur ti je brenda saj. Ndaj të flas me dritën e shpirtit,
atë dritë që nuk shuhet, që nuk fiket, që nuk dorëzohet. Ma atë dritë që do të flasë për ty edhe kur unë mos të jem më. Një ditë, kur vdekja të më kërkoj të t'i them, prit pak, dua të thanasa dhe një herë emrin e ti. Dua t'i flas edhe një herë ati që më mbajti gjallë. Edhe kështu, në një botë që shembet, në një shpirë që përplas dyert, në një zemër që lufton me vetën, unë prapë të flas, prapë të dua, prapë të kërkoj. Edhe kur nuk me dëgjon, edhe kur nuk me sheh, unë prapë të flas. Rrëfim shpirti. Autore Albina Ceka. Lexoj vetë autoria.